Instituti i respektuar amerikan i kërkimit Qendra për Analizën e Politikave Europiane publikoi një analizë të titulluar Bosnia fronti i dytë i Moskës në Europë, shkruar nga Steven Blank, një bashkëpunëtor i lartë në Institutin e kërkimeve të politikave të jashtme. Analiza përqendrohet në rolin destabilizues të Rusisë në Ballkan, veçanërisht përmes mbështetjes së saj për Milorad Dodik dhe ambicjet e tij separatiste në Bosnjë-Hercegovinë, dhe paralajmëron se injorimi i këtyre kërcënimeve mund të ketë pasoja serioze për sigurinë europiane dhe rendin ndërkombëtar. Sipas inteligjencës britanike dhe sekretarit të jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar, Vladimir Putin dëshiron që Ballkani Perëndimor të bëhet fusha e tij e lojrave. Ky është një pranim i vonuar i diçkaje që ka ndodhur prej vitesh. I gjithë rajoni i Ballkanit ka qenë prej kohësh sheshi i lojrave të Putinit, domethënë fronti i dytë në Europë. Moska po zhvillon një fushat pandershme për të destabilizuar Moldavinë, gëzon ndikim të konsiderueshëm në Bullgari dhe është zbuluar se po përpiqet të minojë zgjedhjet në Rumani. Aleati kryesor i Moskës në Bosnjë është presidenti i entitetit Republika Srpska, Milorad Dodik, një njeri që dëshiron të theksojë aq shumë lidhjet e tij me Putinin, saqë në vitin 2023 i dha atij një çmim të lartë. Inkurajimi i Kremlinit për ndërmjetësin e saj Dodik vjen në kohën më të keqe për presidentin serb Aleksandar Vučić, i cili shpesh thekson se Serbia respekton integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës dhe integritetin e Republikës Srpska brenda Bosnjë-Hercegovinës. Dodik gjithashtu duket se po lëbon tek administrata Trump që të heqë ndalimin e hyrjes, me sa duke besuar se përpjekjet e tyre për të ofruar me Moskën mund t'i japin Putinit një mjet për destabilizuar më tej Bosnjën. Ne me kaq shpëmbyllim të nderuar teleshikues, bashkëmi sërish nesër me tjera zhvillime.